me zonjën Bukurie na ka ardhur në Kosovë. Mirë se erdhe moj zonja Bukurie, moj mrekulli. Prap kështu. Si je me shëndet? Mirë, faleminderit. Në Kosovë, a beson ka një herë? Ti ke ardhur me feju vajzën. Çashtu diçka. Jo çashtu diçka, por është feju dje vajza e zonjës Bukurie uri me nit. Kemi qenë shumë të lidhë në mund të kom thonë për se cëllon nanë fëmijët janë diçka special, po edhe unë jam prej aty në nonave që e kam vështirë pak. Burrin e nitës nuk e njoh halo, se kom pas një herë. Çush se ki pas një herë? Jo, foto e kom pa. Vetë. E çush është feju pa ty moj? Se di po çaty do Kam të bua si fejesa moderne. Jo, fejesa taty në hershit. Kam po du me thonë që se di sa shumë fat ka pasaj me hi aty në mes zamrës të me dhe të njëtës. I të njerë më delë gjumë i natën, thë mosa me fat, është a i djomërë që shmujti unë atje në Gjermani shkojnë ka njerë një farë ekskursioni e kanë me shkollë që është obligative me shku një javë me najtë. Unë e njëtën nuk e kom ljonë asë njëherë me shku, njëherë e ka shku dherin Minhen, a i qyteti ku jetojmë na është 150 km që ashtu me Minhen. E kom thirë njëtën telefon 32 herë. Kur zbret prej trenit, kur hyp në tren, kur zbret prej busit, del prej busit, edhe njëherë ma shkrujti, tha, tash po hina një muze, aty nuk ka valë. Edhe tash unë ja shkrysha, sa kini me najt aty në muze mrena. Po se di nësa, si del prej muzeut, si t'ka valë me më shkru. Tash qika e të vogël që është, nuk pyt heq për ato ekskursione. Djali më thet, kur janë ato ekskursionet, une nuk ka me shku. Se e di përgjegjën tam që... Jo, Jo. E jam mësu pak shumë e lidhë që jam konë, tash a djali me fat që ma mur nitën. Kër më ka thonë fillimisht nita, e ka pa një banes të zbrast aty ofër punës ku punon edhe më tha, e kom pa një banes ofër aty, u ko një bumarang shumë i madhë. Edhe prej që më ka kallëzu që e ka njofta djalin, e kom pas pak vështirë. Tja ke orë të na bo me qajta? E po, s'kena qajtë së ti? Edhe... Tash kështu, nana më ka vdek në kone koronës, jo prej koronës, as ko mujtë marrë me pas. E të kisha menu në najherë që s'ka me pa nonën tem kur ka me vdek, se di që kisha bo, e po du me të thonë që jeta, i ka tjera plane. Nita është më shësit, Nita. Nita kam frizimit. Edhe... Krej që ditëm pse për ma fëmizi, ka bo Nita 18 vjetëm, kanë thonë se qëtë për shpije, unë i kom thonë Nitën edhe qikën tjetër e qësë për shpije vish me duvak. Unë e kom dasht edhe Nitës mi thonë tash për shambull, kjo se ka ma dire në qelë të shpija babës, po e ka qelë se në shpijë, edhe hinë e delë sa erdon. Pse më i zonja Bukurie se kam bu na mi marë bura të shpia jonë? Jo, valla s'pe duhet di që. Jo. Ju keni vendos mu këthy me jetu në Kosovë? Edhe shumë mati kemi vendos, po tash u afru pak, që ajo ku u afru, se këtu e kemi ndërtu një objekt në Voshtrin qytet, edhe Nita ka përfundu një profesion që ka një të ardhme në Kosovë, edhe që ka vogël edhe ajo shkon për qatë njëtin profesion për edukatore në qërë dhe të fëmive, e ka një objekt madh aty në Voshtri. I kem do mjeshtër të lodhët që na e Do mjeshtër të lodhët. që na e kam vënu pak procesin, po me shpres. Gërbeti ma ka marrë edhe shnetën edhe rinin. E fëmija mi nështë ta mundën me më rinë rini, mu këthym venin ku e dojnë vetë, se unë e ka njerë që ditë na për shambull Nita dhe Lena kanë lind në Madrid, djali ka lind në Gjermani, po unë e ka njerë i thom Nitës edhe Lenës edhe thom pse atas. Babën e nonën i kanë me veti, për shambull, se di që a i lidhë Kosova, beso shumë shpesh menoj që a i lidhë Kosova, që janë aqë dashuru, aqë këtyne fëmive të miju, edhe shumë fëmive tjerë, po
Që lindë rrit atje, prap janë shumë thirrur. Sa printe vetë është për cilë energjia njëjtë, më zonja bukurie? Valla, unë e po them që kam fatin që nashta edhe nëse s'ka me konë gjallë, unë e di që fëmija mi njëherë kanë më këthy në Kosovë, kanë me kontribu për Kosovën. Na lidh Kosova edhe pikë. Për shembull vim këtu kur vinë musafert, rrinë deri 1 orë, 2 orë, na knaq ajo në 5 mëngjes jam në bar, edhe se një vetën të lëtë asnjëherë. Unë për shkak shëndetit i përdorit do medicina që i përdorit që mi dhojnë atje, e beson që këtu kur se përdorit, asë di ku i ka. I marrë me veti, që rasë është diçka, po si përdorit asnjëherë. Krejt psiqika. Krejt. Sa vite para keni dalë jashtë? Para luftës, kur ka ndodhën prekazën, vjen keq, po diçka s'di. Atëherë jeni nisë për Spanjë? Unë po jam nisë për Po pse zgjodhet Spanjën? Po vllai vogël ish atje. Okej, ju ka prit dikush. Po, na priti atje. Po pse e ndrut vendin prej Spanjës në Gjermani? Po kushtet e vështira erdhën, ekonomia shkoi shumë dopt në Spanjë, ul shumë ekonomia, se kisha ndru se ish pak e vështirë, për shembull me ardh prej një gjuhës tjetër, me ardh tash gjermanisht. Ju flisni spanjollisht? Po. Serialet a ishini? Jo. Jo. Serialet veç Filma? Shqip. Shqip. Filma po serialet shqip. Ty zonja bukurie, Gjermania të ka shgënyu? Pak po. Ti ke qenë police? Po. Pa të mungon? Se di. Unë tregova atë që është mi aqi dorën gjithë kujt për me na marrë me makinë, me na pru deri në Prishtinë, tani me na qu deri në aeroport. Na nuk e dim në cilën makinë kemi hypë. Në aeroport ke punu? Po në aeroport. Sa e mirë je. Burri i zonjës bukurie ka kontribu në luftën e djemve tanë. Po. Dhe është 6 vjetë ma i ri se zonja bukurie. Qysh e bone për veti? Po se di. Qysh se din moj? Tregoma pak këtë historinë tënde. Unë e erdha prej Spanjës, edhe kur erdha, unë jom linde, jom rrit në pjesën veriore të Mitrovicës, edhe atje kishin djeg shtëpiat, edhe në kohën e luftës erdhën edhe print atje në Spanjë, edhe baba ish i flakt për mu kthy si përfundoi lufta, edhe se unë e fillimisht kur shkova në Spanjë, mas një kohë shkurt, fillon refugjat me ardhë prej Kosovës atje, dhe unë e punova si përkthyse me ata refugjat e Kosovës. Tani ata pak fillon me mësu gjuhën, se spanjollishtja nuk është shumë e vështirë, edhe erdhën trupat e Spanjës të ushtrisë NATO-s, erdhën një stokë, edhe ata mftun me ardhë me ata, po vllai madh erdhë si përkthys këtu, ne nuk mujta se di pse, edhe kur përfundoi lufta u kthy me babën edhe me nonën, unë kisha një teze, edhe ky burri kish pas shtëpinë aty, unë gjithkohë shkuta ajo teze, po kurse kom pa burrin. Edhe shkova unë me një vajzën e tezës, një tjetër tezë, shkova aty e pash këto, apo unë e pash që kjo është majeri, unë e menova që është po bojmë muhabet kështu. Edhe do isha me bo paten shoferin, edhe e bona këtë muhabet, a i tha unë e kom regjistru paten shoferin, edhe po të qoj edhe ty në qatë njëjtën autoshkollë, se mas luftës nuk kishëm autoshkolla, shkova, unë njoftova me instruktorin, edhe tha, më pyti instruktori, tha që e ki këta që të ka pru. Tash e kam diçka si djallë tezës. Edhe mas një muj diti na dulëm për dore me to në përqyt. Për një muj dit ke dalë për dore, moj? Për një muj dit, se di pse. Se di pse? A i pat fuqi. Se di pse? Se di a pataj një fuqi diçka që është zakonshme, a une. Edhe ta shumë pyt ke instruktori qysh me djallin e tezës, ta shush se kom korgjo. E kom veç dashuri. Edhe kështu. Edhe unë joftum, pak familjet nuk ishim pajtim e di. Po pse? Po, ajo mentaliteti jonë që unë pak ma e vjetër. A mosha? Mosha. E qush i binde? Qysh e mora për dore dhe dullëm prej shtëpisë. A e po ta kesh bonita sot që është bo? Jo. Këto të prej e dita. Mos shkoma në tonë. Për çka je krenare mas shumë ti zonja bukurie, kështu tash përfshirë gjithë këto vite jetë? Veç për familjen që e kam. Gjithë fëmijët që ja jetojnë ose janë lindë rritë jashtë familjeve të mërgatës, janë mrekulli. Për shembull, fëmijët e mi shumë shpesh kanë ndodhur që në shkollë pyesin që kur të voziti me nanën edhe me babën, a hinë semafor, ko që printe tu?
A hynë semafor të kuq, edhe ato pyetje ja bojnë. E na dhe me fëmijët e tonë, kur jena do me më kujtojs, ka një arone, ka një herë atin, shto dhe zë shumë i shpejti kuqi, edhe më the djalli... A dhe zë shpejti kuqi, ja? Edhe më the djalli, po më do këtu koni kuqi, jo, për atë tjetër në nuk koni kuqi, se franë. E për shembull me autobus që vozisim, i kem rrugë kërcite tona, i kem, jonë semaforat për autobusa, e ka një herë vinë edhe ato plakat radar që janë, i kem do plaka radar. E di. Edhe thot, ti hynën të kuqin, thom, a e ki paten shoferin të autobusit? Jo, ani ollë. Do të pas paten E shoferin. kam një fotografi, po du me ta tregu. Unë kreve shumë. Çka është kjo fotografi? Kam diplomu në shkollën e policisë, Cili vit, moj? Sa e mirë je? 2004. 2004. Si shë prap? Edhe më vjen keq për krejt policinë e Kosovës që i kanë këto kushte. Është shumë shërbim i madh për popullin për me pas kushte jo shumë të mira. Pra, me sa po e shahune, shumë punë, shumë profesione, shumë prej, hajde, ti numrojmë. Po, vetëm për shembull, janë kënë qëto 2 profesione, police edhe shofere autobusit, nëse më kishtë thonë baba jam me shku, me siguri se kësha ngu. Për të 2 profesione? Për të 2 profesione. Ti ke punu, ke qenë police, pastaj përkthyse? Përkthyse në Spanjë, para policisë. Po flas për gjithë jetën tënde, çfarë punë ka bo zonja Bukurie? Po, përkthyse, masane, kom qenë edhe një magazin shumë të madhe në Spanjë, kemi bo këto porosit, atëherë s'ka ekzistu kjo Amazona, këto si s'kanë qenë shumë përdorim, ato e kumë bë dhe ato, atje ka qenë si një Amazon, atje për shembull prej një kremës ma të voglin deri në televizorin ma të madh kemi bo porosit. Gati për online? Po, online, ajo ka qenë një fabrikë online edhe aty kom punu një kohë pak ma gjatë. Tani? Edhe një sem, po do me thonë që kur kom shku, që për lidhje me polici pak, kur kom shku në Gjermani, kom pastru një spital universitar, është një spital i madh. Më vjen keq me thonë, po kur e kom vesh atë setrën që kom pastru aty, më ka duk vektja pak ma krenare se teshat e policisë që i kom lënë. Pse, moj? Se ajo më kujtohet ajo që del shumë, nështë na kina ullëtu me një kriminal, i na hypë makinët një kriminalit, se ja kina që i dorën për me na marrë deri në Prishtinë. A edhin so njeri për shembull që bën diçka punë jo të mira, e pret atë moment, me pa një policë të e që i dorën, edhe me shtim në makinë edhe me marrë me pru deri në Prishtinë. A edhin so e letëson ti punën atina. Ti po flet ti e zaj disa policëve që sot njëjtë funksionojnë. Po. Ende sot. Po. Edhe një sen do shta me tregu se dia e kom drejt ajo për shembull e kemi pas një bus të vogël, se di u kun është për 40 veta i busi, edhe hypshim në 200 policë, nëse na i herë u regulojke, se i kishim një bus, e kishim, u regulojke shumë rralla i busi, edhe të komunitetet tjera e kishin atë busin që nëse kish një defekt busi i komunitetit tjetër, e mërshin busin tonë. E neve na leshin me prit të ura aty për funi urës, kur s'ka qenë ai rrethi i madh aty. Preqim aty, e ata komuniteti tjerë na vëshin me dorë, që ata po shkojnë me bus e na po presin. Ka qenë për shembull në Rur, ka ardhur busi i stafit civil të aeroportit. Ata na kanë pas pikën sy. Kur ndonjëherë nështë është dashur me na marrë ata nëse ka pas vend. Ata na kanë këshirë me një sy shumë. Merë me menë 700-800 euro, e kishin pastru se pagën në aeroport, na e kishim 120 euro. Jo, sot. Unë thash edhe atit, e bënë një lojë që ashtu që po rritëm pagat edhe shku me morëm kredi, edhe unë e kisha 120 euro pagën mëjtë. E kisha njëtën, edhe u dasht prapë me shku në Spanjë, edhe atje funksionoj mirë, fillon me punu me burrin, mirë, shumë. Kur e morra rrugën e parë, jam pleva atë bardhi njëtës 120 euro. Rruga policisë 2000 euro është pak.
Pak, është përgjithësi. E tash na shkum, ja dham jetën gërbetit, shëndetin edhe rinin ja dham gërbetit. Na myte. Të kom thirë për me qesh, jo, kështu me na bo. Historia, po të një histori. Qështu Kosova. E për që ta po thomë, nështë për fëmijët e mi, nështë nuk ja japin rinin gërbetit. Na jo përsërisëm këto historia, këta i din përmensh historia tona, po prapë se prapë e dojnë Kosovë. Edhe shumë mirë që e dojnë. Ju besoni se Kosova ka ndryshu? Po ka ndryshu, jo. Larg asaj, ka ndryshu shumë. Shumë ka ndryshu, po mas shumë të që ka ndryshu çmimet. Çmimet nalt, pagat ma të vogla. Për atë Shqiponjen, në kohë tem nuk kemi guxu se u konë të merrit. Vitin e fundit shkollës, kom shkon shkollë të improvizume në për shtëpia. E kom edhe atë farë, e kom atë pikën që s'ko mujtë me vazhdu, se shumë e kom pas qef shkollën. Shumë kom pas qef. Edhe kur kom shku, për shembull me bo patent shoferin e autobus, u ko një provim tepër i zoshëm, se është dasht me shkru. Unë me fol kom su gjermanisht, me lexu di, po me shkru s'di, se i kanë shkronjat shumë. Edhe ishin 100 pyetje aty. Edhe kur hyna qa me bo, është dasht 50 pyetje mi dit për me kaluat provim. Edhe unë e marri, kuptoj isha që dojnë me thonë, po e marri shkruj, po me shkronja tona. Edhe nuk isha të shpia, isha arë për shkollës edhe ma qënë foto që e kisha kaluat provimin 53%, e pse kisha shkru me shkronja tona shqip. Në atë kuptimin në Gjerman, edhe e kisha kalu 0.5 kisha marrë pik. Edhe ishin tubu pik edhe... Zonja Bukurie, ju jeni identiteti ma i bukur shqiptar. Të gjitha gratë shqiptare. Të gjitha. Për formën e jetesës, për imponimin e martesës, për trajtimin shpe, për mos me fol, për shtyllën e shtëpisë po ashtu. Ashtu. Se cila grua shqiptare nuk bën kompromis me familjen e vetë për asgjë. Jo. Për asgjë. Dhe jeni mrekulli të gjitha gratë. Faleminderit shumë. Edhe jam e lumtur që ti je një shembull i gjitha grave që të kam sot në studio. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit shumë. Gëzova që takova edhe fizikisht dhe tash e kam një mike. Unë edhe më shumë. Aq fat. Faleminderit shumë. Ta bufshim fëmijët zemrën mal. Bashkë me ty e krejt shqiptarëve, krejt nona shqiptare, inshallah kanë ndjenjë mirë kur mos nifshim keq për fëmijët tonë.